Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë, kryesisht ata të programit të mëngjesit. Sot nuk do të jemi drejt për së drejti, por të cilët do të flasim për një aktivitet shumë të rëndësishëm. Tani e më shumë se 14 vite që bën shoqata Agimi i Bamirësisë këtu në qytetin e Tetovës. Tani kanë kaluar më shumë afër 7-18 ditë të Ramazanit, të cilët shoqata Agimi i Bamirësisë shpërndan afërsisht apo mesetarisht 1100 iftare falas për të gjithë skamnorët dhe studentët në qytetin e Tetovës, ku dihet se kemi dy universitete në Tetovë, siç është Universiteti i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Qunglindore. Thuajse çdo natë, çdo ditë në prag të iftarit, kjo shoqatë organizon iftara falas për studentët, por edhe për nevojtarët. Ata të cilët më hollësisht do na njoftoj, kam këtu përfaqësuesin e Agimit të Bamirësisë, Ekrem Rufati. Ekrem, faleminderit shumë që pranove ftesën. Faleminderit për jush që çdo herë keni qenë të gatshëm për të promovuar projektet të cilët janë në të mirë dhe në ndihmë të qytetarëve të Tetovës. Më thonë, nderi është për ne, faleminderit që edhe të merrni këtë intervistë tek shoqata Agimi i Bamirësisë. Tani e bë 14 vite që kjo shoqatë organizon iftara falas edhe për studentët, por edhe për bamirës. A jeni lodhur si shoqatë apo jo? A keni vullnet? Përkundrazi, kjo vetëm se është bërë traditë në qytetin tonë. Shoqata Agimi i Bamirësisë viti 14 me radhë, ku çdo Ramazan mezi e presim bashkë me aktivistët e palodhshëm, të cilët pa to nuk mund të realizohet ky projekt. Jemi diku 15-20 persona, të cilët të gjithë vullnetarisht janë në këtë projekt, ku çdo ditë ata lëshojnë ndoshta edhe punët e tyre, sakrifikojnë nga koha e tyre për të ardhur, për të ndihmuar, pasi është një punë me të vërtetë e vështirë. Pjesa e aktivistëve është vetëm njëra nga punët të cilat bëhet, pra bëhet përgatitja e iftareve në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Çdo gjë paketohet, pastaj po ky staf, po këta aktivistë të gjithë në mënyrë të organizuar marrin iftaret nga shoqata dhe u dërgojnë familjeve të cilët kanë nevojë në shtëpitë e tyre. Do të thonë, publikisht dua t'i falenderoj të gjithë ata të cilët ndajnë nga koha e tyre dhe vinë për të ndihmuar veçanërisht pra aktivistët e shoqatës Agimi i Bamirësisë, ku të gjithë vullnetarisht e bëjnë këtë punë. Unë e theksova se 1100 është numri mesatar të cilët shpërndanin çdo ditë të Ramazanit, edhe për nevojtarët, por edhe për studentët. A ka ditë që rritet më shumë dhe kryesisht si organizoni dhe kush kontribon në dhënien e iftarëve falas në shoqatën tuaj? Unë realisht do të bëj një renditje se si ka filluar projekti Sofra e Ramazanit, pasi jam nga të para, domethënë qysh atëherë deri më sot, pjesë e stafit mrekullueshëm të shoqatës Agimi i Bamirësisë. Ishte viti 2013 ku ky projekt filloi në parkun e xhamisë Larme, atëherë me 50 porcione në ditë, ku pasi atëherë ishte kohë vere, kohë pushimesh, ne nuk kishim student në qytet, të gjithë ishin domethënë nëpër shtëpi për shkak pushimeve. Atëherë me 50 porcione, të gjithë ata të cilët ishin në rrugë, familjet praktisura të cilët nuk mund të përgatitnin, vinin në tendën e sofrës së Ramazanit atëherë, dhe tani fal Allahut të madhruar, fal angazhimit të gjithë aktivistëve, fal të gjithë donatorëve të cilët na kanë përkrah deri më sot, ky projekt numëron deri 1100 iftare. Ne kemi kërkesa edhe më shumë nga familje të cilët janë në nevojë në Tetovë, por se kuzhina, do me thonë, nuk pjesa e kuzhinës nuk premton që ne të përgatitim edhe më shumë. Do me thonë, duhet patjetër të ngelimi me 1100, vetëm se ne duam të vazhdojmë dhe ky projekt mos ndalet këtë vit, të vazhdoj si ka qenë deri më sot. Do me thonë, vetëm do t'jetë tradit, edhe ne kur do të dalim nga kjo shoqatë, ky projekt të ngelet për brezat të cilët do të vinë edhe më pas. E shoh se këtu është përgatitur thuajse të gjithë dhe pas pak kohë do të vinë edhe studentët. A mbushet i tëri kjo sallë, por ke edhe një sallë lart me studentët dhe kërkesa e studentëve, si është falënderimi i tyre ndaj jush? Realisht, një herit, ajo që e përmendëm më herët, do me thonë diku 900 porcione përgatiten dhe dërgohen në për shtëpi të nevojtarve.
nga stafi i shoqatës. Dhe pastaj 200, 250, 300 përgatiten ekstra ushqim iftar për studentët, ku në këtë lokacion, pra jemi mu përballë Universitetit Tetovës, ku jemi, do të thonë, qytet me 2 universitete, jemi në një lokacion shumë të mirë dhe shumë të përshtatshëm për studentët. Kemi, falenderojmë publikisht edhe Pekon, e cila, do të thonë, vullnetarisht pa kompenzim me para, do të thonë, na ka dhënë lokalin për të përdorur gjatë gjithë muajit Ramazanit me harxhimet e tij, do të thonë, të gjitha, dhe pastaj kemi edhe një lokacion mbi pjesën këtu ku jemi, do të thonë, mbi Pekonin, ku ajo përdoret për vajzat. Dhe numëron diku 250 student në ditë, të cilët vinë hanë ushqim falas tek lokacioni këtu ku jemi tash. Janë studentë të cilët paraprakisht regjistrohen apo studentë të cilët çdo student i cili ka kushtet themi, ose janë studentë dhe mund vije këtu të darkojnë një iftar? Ashtu siç është bërë traditë sofra e Ramazanit, tani më gati 7 vite ne kemi edhe menzën studentore, ku ne nuk kemi kontakt me studentët vetëm muajin e Ramazanit. Shoqata Agimi Bamirësisë ka kontakt të vazhdueshëm gjatë tërë vitit. Pasi ne, krahas këtij projekti, kemi edhe menzën studentore, ku çdo ditë 150 deri 200 student vinë drekojnë falas tek shoqata Agimi Bamirësisë, dhe këta iftare, do të thonë, nuk ndalen këtu, ne gjatë gjithë vitin, nga e hëna deri të shtunën, shpërndajmë diku 200 porcione ushqim falas për studentët. Dhe ata janë në një grup të cilët çdo ditë duhet të votojnë se do të vinë nesër apo nuk do të vinë, për të qenë ne, do të thonë, më të saktë me numrin, që mos përgatitim ushqim më shumë që mos hudhet, ose mos përgatitim më pak që mos ngelet dikush pa ushqim. Dhe kjo mënyrë e organizimit, e kemi një grup në WhatsApp ku numërojmë diku 500 student, të cilët janë të futur në atë grup, dhe çdo ditë, do të thonë, bëhet pyetësor kush do të jetë nesër në iftar, do të thonë, dhe është çdo ditë bëhet kjo pyetje, dhe ne ngati marrim numrin se sa persona do të jenë në iftar, dhe në këtë sallë këtu, në këtë ambient e përgatitim iftarin, i presim studentët, do të thonë, në mënyrën sa më të mirë të mundshme, dhe kjo. Shoh se jemi afër iftarit, ndërkohë që mund të themi përveç që ndihmoni me iftare falas edhe për nevojtarët edhe për studentët, Agimi Bamirësisë ndihmon edhe me ndërtimin e shtëpive, veçanërisht edhe në Pollok, pjesën e Tetovës, por edhe në gjithë trojet tona shqiptare. Sa keni ndërtuar deri më tani, sa shtëpi, dhe a keni ndonjë plan këtë muaj të Ramazanit ta gëzoni ndonjë familje? Po, tani momentalisht Visar është shtëpia 22 Merat, e cila, do të thonë, ka filluar tani në fshatin Rakovec, dhe siç e përmendet edhe ju, nuk jemi vetëm në qytetin e Tetovës, por jemi edhe më gjerë, do të thonë, kemi bërë në shtëpi në Prilep, tash momentalisht jemi duke bërë një shtëpi edhe në një pjesë të Shkupit, do të thonë, janë plot 22 shtëpi, kurse tash në muajin e Ramazanit shpresojmë që deri në fund do t'i gëzojmë 2 shtëpia, 2 familje, të cilat do të hapen dhe ata do të mund të jetojnë. Plas për në fshatin Shqipkovec. Atëra, ka ndonjë plan në të ardhmen që të zgjerohet diçka më shumë Agimi Bamirësisë, apo njëherë do të funksiononi në këtë kuadër të funksionimit që ka deri më tani? Ne duam që projektet të cilat jemi duke i bërë, mos ndalen, vetëm se të shtohen, dhe të cilësia të jetë edhe më e mirë. Kjo është, domethënë, ajo që kërkojmë ne, por se padyshim që planet dhe idetë tona nuk janë të ngelimi vetëm me kaq. Në Tetovë kemi nevojë shumë, pasi kemi edhe në Tetovë ne nuk kemi edhe shtëpi pleq. Domethënë, një ide të cilën ne duam ta realizojmë, inshallah në vitet e ardhshme, me ndihmën e Zotit, me ndihmën e donatorëve tanë, do ta bëjmë edhe atë, pasi kemi shumë familje visar të cilët janë të paraqitura, familjet nana të braktisura, të cilët ndoshta edhe nuk i kanë fëmijët, duheshte, domethënë, ne t'ua dërgojmë ushqimin deri në shtëpi. Kemi nanë e cila është e paralizuar, e cila e pret ushqimin tonë, kështu që ne inshallah nuk do ndalemi këtu, me ndihmën e Allahut të madhruar, me ndihmën e njerëzve human bamirës, të cilët asnjëherë nuk e kanë dalur dorën për projekte bamirëse, siç e kanë treguar tetovarët edhe shqiptarët përgjithësi, domethënë, pasi nuk kemi ne donator vetëm të qytetit tonë,
kemi nga gjithë trojet, çdo herë kanë treguar veten se ata japin për të mirë dhe ne inshallah, domethënë amanetin e tyre do ta çojmë në vendin e duhur. Zoti Ekremi, e shoh që tani po futen studentët e cilët është koha edhe e iftarit, siç thashë, një mesazh të fundit për të gjithë ata të cilët duan të kontribuojnë në bamirësinë, në agimin e bamirësisë, ku mund të shohën ata të dhana dhe të kontribuojnë, qoftë për iftare falas për nevojtarët, qoftë për iftare falas për të gjithë studentët, qoftë edhe për ndërtimin e shtëpive. Do të nis këtë me një hadith profetik ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush ushqen një agjërues, shpërblimi është njëjtë sikurse ai që ka agjëruar duke mos ju paksuar as pak shpërblimi. Domethënë të bësh një dhuratë, të bësh një iftar për një agjërues, shpërblimi është i madh tek Zoti. Apeloj të gjithë ata të cilët duan të ndihmojnë ose kanë persona të cilët të sëmurë në shtëpi, të cilët nuk mund të agjërojnë Ramazanin, duhen të paguajnë fidje, lirisht mund të vinë tek shoqata Agimi Bamirësisë. Një iftar kushton 3,5 €, diku 200 denar. Për të dhuruar domethënë një iftar, ajo mundësia atyre është sa duan, domethënë një iftar, 2 iftare, sado që të dëshirojnë mund të dhurojnë tek shoqata jonë. Mesazhi im është që çdo njeri që jemi në shtëpi të ndihmojmë komshit tanë, pastaj të dalim edhe domethënë në lagjet tona edhe më gjatë. Zoti Rifati, faleminderit shumë që ndave kohë dhe në këtë angazhim të madh të shpërndarjes së ushqimeve, por edhe aktivitetet e tuaja si shoqate Agimi Bamirësisë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për juve dhe shpresoj që do të shihemi përsëri në projekte shumë më të mira edhe në të ardhmen. Sa ju ndihmon juve si student këto iftare falas? Po mendoj që janë një opcion shumë i mirë për studentat, se ka shumica prej tyre nuk kanë mundësi materiale ose ekonomike. Është edhe benefit shumë i madh për ne si student. E shfrytëzoni për herë të parë këtë mundësi të Agimit Bamirësisë apo është hera viti 2 i tretë që vini? Për mua është hera e parë. Sa ju ndihmon kjo Agimi Bamirësisë në kuptimin e iftarat falas për student, për shkak se e dim se studentët janë një ndër themi njerëzit apo vlerat më të shtuar të kësaj shoqërie? Ne si student jemi të zënë me ligjërata gjatë tërë ditës dhe nuk kemi kohë të caktuar për ta përgatitur dhe iftarin dhe kjo na lehtëson shumë si student, ta kemi një iftar të përgatitur falas dhe hazur nga Agimi Bamirësisë. Atëherë mund të na thoni sa ju ndihmon këto iftaret falas nga Agimi Bamirësisë, i cili tani e shumë vite funksionon për studentët në Tetov? Na ndihmon shumë valloj se adin të apo që adin lomi me studime ku e di edhe një bukë e mirë këto të menzët, edhe na kishë në mu shumë, na kishë dhonë energji me vazhdu për para. A është viti i parë që jeni, apo është viti i treti që jeni këtu për shkak të muajit Ramazanit? Funksionon kjo iftare falas për studentët në Tetov, po Agimi Bamirësisë mos harrojmë se jep mbi 100 iftare falas edhe tër vitit për studentët e cilët kanë nevojë. Po, unë personalisht jam në viti dytë, edhe vjetë u konë duon që shto me meze, u konë regullisht, edhe mira, faleminderit shumë që pikëtënve që e kanë zemrën e modhe edhe na shërbejnë me bukë, mbja mira, besoj edhe këtë studentat e faleminderojnë.